Dy janë arsyet që sipas Sali Berishës e kanë friksuar Edi Ramën në këtë fushat. I ra kokës me grushta, atë ditë që doli Kris Lasita në konferencë shtypi. Këto 2 ditë është i të ndërruar edhe më shumë, sepse mësoj se Partia Demokratike ka marrë për avokatin e presidentit Donald Trump. Nga Kuçova ripërsëriti zotimin e tij duke i dhënë një paralajmërim kryeministrit. Ai me bandat, me suelçelen, me bajrat, janë të merruar se në mënyrë absolute ata do shpallen grupe terroriste me datën 12 maj. Dhe Edi Rama bashkëpunëtor kryesor i tyre. Ndërsa në Bilisht, pas nismës së qeverisë për paqe fiskale me biznesin, tha se fshihet parajsa e botës së krimit. Është që t'i lejoj trafikantët të legalizojnë paratë e krimit. Më herët në Selanik u takua me emigrantë të Greqisë. 11 maj ne cilsoi kushtrim për shpëtimin e Shqipërisë. Me 11 maj, shqiptar do të vërshojnë nga toka deti ajri drejt Shqipërisë. Të firmosni për mbysjen e narkoshtetit, fitore e demokracisë. Në krah të Fredi Belerit dhe atij që e ka pakzuar si star i kësaj fushate, kryedemokrati foli për rrezik të marrëdhënieve me fqinjin ton jugor. Fa është aftë të bëj mafia, për interesat veta, të sakrifikoj gjysmë milioni shqiptarëve, marrëdhëniet me fqinj të cilat janë gjithnjë shumë të rëndësishme për interesa mafioze personale. Ky është Edi Rama, miqtë e mi. Si në çdo dalje pa ironizuar, nuk la edhe takimet elektorale të kundërshtarit të tij politik. Ne dalim para shqiptarëve me Kris Lasivitan, një nga kryestrategët e fitoreve në botë. Ai del para shqiptarëve me vullnetësinë. Hajduti që helmoj Shqipërinë me salmonellën e pulave. Berisha premtoi falje në çdo gjobe të vendosur nga viti 1992 deri në 11 maj. Fitore.